Edhe nuk ka ti. Pra kjo është esenca edhe përfitimet janë afat shkurta, brendshme, por dëmet janë afat gjata në raportin ton me integrimet edhe me alatet tonë. Se përket qeverisë, po vetëm për qeverinë nuk shoh asnjë mundësi, pra nuk shoh sepse vetë disponimi, vetë gjuha nuk flet asgjë, pra zoti Kurti edhe gjatë muajve të kaluar vetëm i bënte ato ftesat formale, po DK-s, pra dikush i shkonte, dikush nuk i shkonte, kështu që nuk ka qasje kualitative të mirë fillt një angazhim që e kemi pa edhe në Vlan, edhe sa i përket koalicionit LDK-VV, pra kujtohet ato takimet me zotin Mustafa e kështu me radhë, pra tash nuk po shohim asgjë, kështu që nuk shoh, ekziston edhe një opcion që zoti Kurti ta ketë si joker ndonjë vrim në sistem që ta gjejë ndonjë deriç të vogël tani edhe për ndonjë blokadë që thotë se shikoni se nuk është 15 ditë, por sepse nuk lidhet ky nen e kundërshton këtë dhe qysh ja ka stilin e tij, por nuk pres ndonjë gjë pozitive. E mirë apo e keq e betim është fakti që kanë mbetë edhe 3-4 muaj. Kështu që nëse nuk bëhet qeveria edhe 3-4 muaj, edhe Kurti mund të më shkon zyre, pas ka me pas naft, benzin, me hyp xhipave të zi. S'ka më mujt mi pagu rrogat e veta, s'ka më mujt mi pagu rrogat e këshilltarëve. Jemi të kalu, po tash fatë se fatkesi nuk e di, po në farë mënyrë është atë që kjo, pasaj do të rënë me dalë, po, në farë mënyrë, se shteti bëti funksionar minimalisht. Po shatë histerin që nështë të ne jemi generat tjetër. Njerëzve edhe qytetarët të rëndëm du të mi obëm me qartë. Kosova është e mirë edhe pranueshme edhe në Bruxelles, edhe në Washington, kur krejt njerëzit jetojnë mirë, pa marë parasysh të cilës etni i takojnë. Kur e sheja që, shkoj FSK-ja në veri, shkoj... Njerëzve du të me bo qarë që FSK-ja nuk është bo për me mu stacionu kundër serve dhe mi nëzirë tytat. Se FSK-ja është ndërtu me standartet të natës. Dhe FSK-ja është e mirë edhe pranueshme edhe për Amerikën, edhe për be, kur ka edhe serbë në ta, edhe minoritetet tjera. Dhe më thonë, ne du të heqim dorë prej një farë daldije në të cilën kemi kalu, e cila në fakt nuk në qënë askon, nuk në planin a fatë gjatë. Ata që lunë sha, unë besoj që e din, që ti mund është me marrë një figurë në pjesën e partë lojës, po mas të ne mund është me ime një pozicion patë, ose me marrë matë. Dhe ne du të me pa qëfar vjen mas 15 vjetë, mas 20 vjetë. Jo, po bojmë këta, po bojmë veprim. Dhe Serbia sot shkone spastran luginën e Preshevës, e që registran njerëzit. Kur ta pëq Vučićin, fillën me qajt, qysh i dënë shqiptar, qysh kënej. Ata nuk shkoj me bë fotografi në luginë Preshevës, që ka që i përzënëm. Ja, se zdojnë me qenë pjesë e raporteve ndërkombëtare. Çdo gjë që flasim ne në fushat, edhe në parlamentet, neve në monitorojnë, ambasadat e huja për këtë arsye janë, bojnë kablograme mbi baza ditore. Nëse asgjë, neve në thënë që Kosovarët ka një gjumë shumë armiqësore ndaj Pakistit. Dhe kur flet Beogradi pastaj atje, do më thonë ti pa dashje e legjitimon viktimizimin nga njerë edhe artificial të serve. Prandaj unë mendoj që ne du të murujt, edhe kur kemi drejt, edhe në raport me listën serbe, ne ma pak du të me folë, po ma shumë du të me punu me dokumente. Dush me balavacu. E qënë gjykat, ka që është involvu, ka mjetë e instrumente tjera për ta vërtetu sa dush, dhe në momenti që te vërtetan, vendos gjyqje dhe është qështje e kryme të nuk vetet as syla, as batiri, as kërkush. Rasti Bojnska është rasti ma reprezentativ. Kër nuk grita këta akuza, pat përshëndetje për Bruxellit, Washingtonit, këtë shtetëve të besë, dhe të kërës batën ligjin për një me, kur ki bazë dhe po të meru vlerat për të meru suverenitetin, integritetin të në bazë të rëkushtetutës, bazë ligjeve, i ki përkrajnë e gjithve. Po nuk mund është me pas përkrajnë për shambull të ushtria Kosovës. Tash, u përmene ambasadori shumë të mirë. Shtetet, kur i ndërtojnë ushtrit, nuk i ndërtojnë ushtrit mi përdorë për nga teritorit vetë. Shteti funksional e regulan teritorin e vetë me polici, me parandalim, jo me ushtri. E kemi po na Sërbin që mundu me ushtri, me që ka bërë në Kosovë, po ku është sëtë, ose në Bosnë, ose në Kroaci.
Dhe të shtetet moderne, ushtria është, nëse na bjen Serbia për atje, për çfarë është ushtria, do të del boll për boll me shtet. Do të është ndërtu kjo narrativa që apo shkon ushtria në veri ose jo, thotë që është jetë ta vdekje. Po të kish ti shku, do të thotë ushtria në veri. Domethënë, a më mirë me luftu policia Banjskën, ai patun qaq profesionista, do të thotë që e menaxhuan, e amortizuan, do të thotë nisën në Banjskës në mënyrë më profesionale të mundshme. S'pat nevojë fare për ushtri. Do të thotë se ti si shtet i ki bë mekanizmat e tu, çaq të fuqishëm, çaq i ki ndërtu, do të thotë që në farë mënyrë do të thotë i menaxhon e amortizon këto sulme. Ushtria është kur kemi luftë shtet me shtet. Po do të thotë kjo narrativa që pastaj prej fatkeqësisht për PDK-s, LDK-s, AK-s në publik nuk po dilet mos sqaru, në farë mënyrë po dëgjojmë veç një anë të historisë. Edhe është ndërtu ku kemi partinë pushtet që sulmon gjithmonë do të thotë me kartën e patriotizmit, pastaj ke aktivistë shoqërisë civile, ke gazetarë që në farë mënyrë japin mendimin e tyre të pavarur, e që pastaj kjo e partive opozitare deri tje, një farë mënyrë zonë e tyre nuk ngritet hiç, sepse një farë mënyrë po ndihen se një lloj një farë frike, do të thotë se po ndihen si me kontradiktor nëse tregojnë realitet që është në Kosovë. Unë mendoj që një pjesë e deputetëve dhe të opozitës janë kështu në mënyrë konjunkturale pa meritë të zgjedhur. Se po të ishin të vërtet kështu që e meritojnë, domethënë dhe kanë një kauzë, unë mendoj që nuk dorëzohen para asnjë gjë, on fjala kur ka diçka legjitimi me rezon shtetëror. Edhe nuk bimi në këtë narrativën, sepse ti ki disa detyrime dhe nëse është në sistemin ndërkombëtar janë disa rregulla në rajon, ajo që ka investu Perëndimi dhe sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës është Daytoni, është Atisari dhe Ohri për Maqedoninë. Dhe këto janë 3 shtylla mbi cilat qëndron paqja dhe stabiliteti rajonal. Prandaj Perëndimi të lejon deri në momenti kur ti fillon me shkund, me cënua të themeli. Momenti që ti tenton me shkund, sikur që bëri Dodik, domethënë të godet. Sepse në fund fundit ata thonë që ne kemi sakrifikuar dhe kemi sjell këtë arkitekturë, nuk e keni sjell ju. Investimi tyre. Po, dhe mbi gjitha. Prandaj unë mendoj që opsioni më i mirë mundshëm, nëse largohen këto, kthehemi në fillim të 90-tave prapë, se nuk ka kur farë me Dodikun, për shembull, fillon në një luftë tjetër se ka asnjë problem. Edhe në Maqedoni ka qenë Gruevski kështu me radhë, kështu që është e bazuar në realitet që këto modele Daytoni, Atisari dhe Ohri janë më të mirat edhe për vetë shtetarët. Por këto janë në fakt kompromiset politikës ndërkombëtare dhe kur janë kompromise nuk e kënaqen asnjërin palë në kuptimin maksimalist. Por megjithatë, nëse Holbrooku e ka thënë që paqja e Daytonit është një lloj groposje e një pjesë të Versajës, unë mendoj që Amerika Versajën e 1919 e ka varros me pavarësinë e Kosovës. E ka prish atë arkitekturë. Dhe saj tasaj, shqiptarët për herë të parë, domethënë janë këtë pozicion që janë.